Ishte Rozana Radi si finalistja e parë për çmimin e madh Big Brother VIP 4, ajo e cila zgjodhi lart Vasilin dhe Egli Takon për t'i çuar në nominim për finalistin e dytë. Pas këtij veprimi, Rozana ka qenë duke biseduar me Danjen, të cilës i ka thënë se Egli Tako do të lidhet me Gjestin për të shkuar në finale. Një vajzë që ka gënjur aq shumë në këtë shtëpi sa nuk ta merr mendja. Vazhdon denigron. Ka ardhur për një qëllim tjetër dhe të vetmen gjë që nuk po bën është pikërisht qëllimi dhe mendoj që këto 2 ditë Egli Tako do lidhet me Gjestin, sepse ai nuk do ta bëj për të, por për veten e vet, sepse nëse del Egli Gjesti me kë do përballet. Do ndodh ajo që kur Egli doli herën e parë do vi tek unë, tha Rozana.